Këtë telefoni im po maran, edhe charger me vete nuk kam, kështu që kjo është një mësim me fol shkurt, me fol shumë shkurt. Tash se s'kam dalë akoma, është por jashtë, s'kam dalë akoma me dalë, edhe është me blej një charger, se kam humbur chargerin. Ajo që desha të themon është se ne si kamp kemi armiq të shumët. Armiq më të mëdhej jemi vetë, armiq të vetë sonë. Po kemi edhe të tjerë dhe ajo që neve s'na ka ndas një herë është në të njëjtën kohë. Arma më e prejtë që përdorin dashakeqësit tonë për të na nda. Feja. Ne shqiptarët kemi tashti dy fe. Kemi krishtianizmin edhe kemi muhammedanizmin, muslimanizmin. Pra ca janë musliman e ca janë të krishterët. Krishterët ne I kemi të dy palëve. Edhe ortodoks, edhe Roman Catholic në veri. Kurse muslimanët kanë frikë që kanë disa sekte, ne jemi shumica sunni. Po më duket që kemi edhe këto bektashit, çka janë këto. Pra, po si u bë kombi shqiptar, tjetë kryesisht musliman edhe si po përdorin muslimanizmin armiqtë tanë të jashtëm edhe të mrenshëm, që jo vetëm të në armiqësojnë me njëri tjetrin që s'do të arrijnë kur, shqiptarët nuk do të armiqësohen kur me njëri tjetrin muslimanët krishterë. Ne e dim këta, por që do të përdorin fenë islame për të na larguar neve nga trungu evropian. Mundohen të përdorin vazhdimisht. Edhe dhe gjejnë elementin e dobët kryesisht jashtë Shqipërisë, po edhe në Shqipëri. Pra, kryesisht kam frikun tek shqiptarët në Maqedoni të kemi rrezikun e madh. Se atje shqiptarët nuk po mbrohen sa duket nga shteti shqiptar I Shqipërisë dhe edhe nga Kosova. Kosova ka problemet e veta, bon më shumë se Shqipëria në këtë drejtim, po prap ne nuk po I mbrojmë shqiptarët e Maqedonisë sa duhet. Na I diskriminojnë atje. Ne ngrejmë zonin, e kemi ngrit gjithmonë që Greqia nuk lejon as 4 milion arvanitës të flasin apo të shkruajnë shqip. E kemi ngrit në këtë, kur Italia vetëm pak fshatra kalabreze I lejon të bëjnë edhe deri edhe në universitete të shkojnë e të flasin, e të shkruajnë doktrina, doktorata në shqip. Por në problemin e kemi pra të muslimanizmi. Pse u bëm ne musliman? Si u bëm ne musliman? Ne nuk u bëm nga arabët, nuk u bëm nga persët. Pra nuk u bëm nga atje ku është me gjithmen muhammedanizmi ku ka lindë edhe u përhap në botë. Ne u bëm nga Perëndëria Otomane, nga turqit. Po si u bëm turqit musliman? Pra që feja nuk është ai gjë shumë e rëndësishme, është një zgjedhje. Turqit sot ka shumë që janë evropianë, dhe ato që duken evropianë janë gjithë pellask, janë griko-ilir, që jetonin atje, para se të vidnin këto fiset turkike, se do të mbaroj shpejt kjo bataria ime. Kanë jetu atje gjithmonë, kanë jetu në kohët pellaske, ka qenë të frikët, ishin ilir, kanë qenë bile shtrishin deri ku është sot Lebanon, që ishin Fenikset, ishin gjithë fiset pellaske këto. Flitnin gjithë shqipen, bile dhe gjuhën që shkrujtën ilirët dhe greket, janë Feniks ato, po Fenikset janë ato që themelun Ilirin, pra ilirët, Fenikset, greket, frikët, ishin njëti kam pellask, por kështu që kanë qenë këto të bardhët evropian pellaskët, kanë qenë gjithmonë në Turqi, por në kohën e krishtianizmit, në kohën e Bizantumit ishte krejt perëndëria romake ishte në fakt perëndëri ilire, kjo e lindjes, edhe ishte kryesisht ato që ishin grekët, që janë arvanitës kryesisht, edhe shqiptarët, se grekët e vërtet janë pellaskët, janë ilirët, janë arvanitësit, duan t'i paraqesin arvanitësit, këto historianët modern, duan t'i paraqesin si të ardhë, që jo erdhën mes jetë, erdhën para dhe Skënderbeut, kanë qenë të gjithmonë. Të ardhur janë ata që hiqen si grek, që s'kanë asgjë
me grekët e vërtet, me arvanitësit, me spartanët, me athinjotët që ishë. Athinjotët ishën arvanitësit. Këto janë, mbetërinë nuk duhet thënë, po që këto grekët që nifët si grekët e vërtet, janë Pelasg, kjo është një përzierje e persianëve, egyptianëve, arabëve, edhe serbëve, maqedonësve, edhe një pjesë shqiptare, që është shkrimet për shumë pak. Kjo është pjesë që s'ka të bëj fare me Greqinë e lashtë, që s'ka asnjë lidhje me grekët e vërtet, por ata hiqen si grekë se arvanitësit fatkeqësisht kur flasin identifikohen me gjuhën shqipe, që janë dhenësit, që janë grekët e vërtet. Pra grekët e vërtet janë arvanitësit. E grekët e vërtet kanë fol gjuhën pellaske, që jeton edhe sot, shqipen. Grekët e tjerë, shumica që hisoliota, po që kanë ardhur gjatë gjithë kohës, edhe më parë, nuk kanë asgjë me grekët, pra grekët modern. Nuk kanë asgjë me grekët e vërtet, me arvanitësit, me pellaskët. Por e kishin fjalën që në Turqi, ku është Turqia e sotme, jetë mot ka qenë raca e bardhë, që ka qenë raca pellaske, pra griko, ilire, fenikse, frige, këto friganët, edhe bile edhe qeleshën friganët e kanë një lloj, po me një dallim e kanë me maj, si ajo qeleshja e plakut vitit të ri, friganët e vjetër. Kurse fiset turkike që erdhën aty, që kishin një dukje aziatike, janë binjak të mongolëve, nuk janë mongolit, si quhen të ugurës, diçka e tillë. Këto erdhen se janë dynd fiset e lindjes, kur kanë ardhur edhe krijonin këto vend banimet në Turqi dhe shtoheshin mas. Këto shiftin një botë evropiane që qeveriste atë rajonët herë që ishin iliro-pellaskët, romagët, quhen si të doni, ju ishin bizantinët. Kurse këto që erdhen, këto fiset që vinin nga Azia, në kufi me Mongolin, ugurët që janë mongolta, si që janë edhe bulgarët, si që janë edhe hungarezët, një pjesë e hungarezëve. Këta pra nuk ishin evropian. Këto nuk ishin evropian, edhe gjithmonë kur ti do të dallohesh nga tjetri, kërkon me çdo kusht kesh edhe një tjetër fe. Edhe këto bashkëpunonin kryesisht, jo me evropianët, natyrisht ishin detyruar se ishte perëndaria e krishterë Bizantini, por nga si që janë kundërshtarët, duke pa racën e bardhë evropiane, ilira pellaske, si kundërshtarë tyre dhe udhëheq, se thanë rulë dhe ata që qeverisin diktator, këto krijonin lidhje kryesisht me persët edhe me arabët, këto fiset turkike, edhe fillun dal nga dal të marrin fenë islame kryesisht nëpërmjet persëve, që shumica e tyre janë shi dhe jo suni, por nëpërmjet persëve, këta sufit e ku të dion, pastaj fillun edhe të krijojnë lidhje me arabët drejt për drejt dhe bonin tregti me arabët, kryesisht Bagdadi ka qenë si qendër e Irakut. Edhe midis tyre, me që bonin tregti me botën e lindjes se ishim të kundërt, ne dukeshim ndryshe, me ato i bashkonte Orienti, arabët, edhe turqit e sapoharën, këto që duken si mongol, ugurët që s'kan gjo me Turqinë e sotme, po ato ishin themeluesit e saj që do bëhesh Turqia nes moderne, megjithse prap do dominonte raca e bardhë, kryesisht pra pellaske, ilire, kryesisht e shqiptarëve, duke filluar që nga Atika, që ishte Greqia, e deri në Dalmaci, ishin shqiptarët. Kret, çka është Serbia e sotme, ka qenë kryesisht shqiptarë, dhe pse slavët patën bo perëndërinë serbe, dhe më vonë duket më vonë më parë që perëndëria bullgare, nuk e di kush është e para. Se ka qenë edhe perëndëria bullgare që shtrihet deri në Durrës, pastaj në Ohër, edhe ishte perëndëria serbe, por këto kanë pasur ulje ngritje. Elementi shqiptar ka qenë gjithmonë dominues, edhe kur ka qenë perëndëria serbe, edhe ka qenë perëndëria bullgare, elementi shqiptar ka qenë dominues, po ka pas ata ulje ngritje të veta, herë ka dalë në krye, edhe herë janë brezat që
historia e tregon që herë ngrihen edhe bëhen ashtu sënduese dhe herë janë të sëndum. Por e kishim fjalën që Turqia, për të cilët ne kemi marrë fen, e zgjodhi fen islame, jo thjesht se besoj që kjo është feja më e mirë, jo thjesht se mendon që profeti Muhammed ishte profeti më i përshtatshëm për të dhe jo për shembull Jezus Krishti, por sepse kjo i dallonte nga perëndëria bizantine të cilët e luftonin, edhe i bonte për dallueshëm dhe nuk përqafonin fen e armikut e thjesht për të kundërshtuar, thjesht për inat si me vjere, flej me molenan, por nuk ishte kaq. Kjo ishte edhe çimentimi, jo vetëm i turqëve, fisëve turkike, ugur, çka janë këto, mongolitën që ose doni të quni, të çmentoheshin si një njësi e vetme kundër botës krishtere që ata donin të zhduknin nga Turqia, por kjo i krijon të alehanca me një botë tjetër të madhe, persiane dhe arabe, për suport, për mbështetje, në luftën e tyre të ardhshme, për ta shtyr perëndërinë, ose perëndërinë quhet perëndëria bizantine. Pra kjo ishte arsyeja që ata zgjodhen e u bën musliman, edhe prej tyre pastaj kur na pushtu neve natyrisht që u bëm ne, se kur merr fen e atij që të sundon, ti bëhesh një lloj si ai, ngrihesh, i thua ti që të ka pushtu, unë jam me ty, nuk jam nga këta që të luftojnë ty, pra ka një prestigj, ka të mira ekonomike, ka të mira materiale, pra ka pozita, sepse Turqia, si që dini ju, e ka sundu botën, jo me forcën e vetë, jo me komandantët e vetë, por me vendësit. Për shembull ka ardhur në Shqipëri, edhe kanë poshtë krujen, edhe ka lënë gjonën aty mret. I ka thënë gjonët, ti do të qeverisësh krujen, ti do të qeverisësh Sharbërinë, ti do të mbledhësh takse për mua. Vetëm thjesht që si shpon edhe sot Amerika kur shkon nëpër botë, shkon në Venezuelë, shkon në Irak, i merr naftën, vën ato vendësit qeverisin. Kështu kanë bërë perëndërit. Edhe ata kur erdhën në Shqipëri dhe kur shkuan në çdo vend, e kanë lënë gjonën, babën e Gjergjit, mret e kanë lënë. Mretneshi ishte Vojsava kur vjen, aty ka qenë në Kala, kur ka ardhur Skënderbeu. Nuk ka qenë jashtë Kalaz. Ne nuk i tregojmë të vërteta historitë. Pra aty ka qenë, por në vend që ti je komplet i pavarur, nuk je komplet i pavarur, ke një mret më të madh federal aty në Stamboll, edhe thotë do mbledhësh taksat, do të marrësh popullin të kënaqur, pra do të organizosh, mos zhrite me njëri tjetrin, mos ngrehen, mos të rebolohen, ti jenë ekonomikisht mirë, ti drejtoja vendin, por të na japësh neve taksa. Edhe që të bindesh, kësaj përdorë të bindesh sultani që gjoni nesër nuk ngrihesh kundër, i merr fëmijët, por nuk e merr peng, siç kemi thënë. Ja merr, ja edukon, ja shkollon, atje në vendin e vet, por në qoftë se ti ngrihesh, ai i vret ata, kur janë fëmijë. Kur rriteshin pastaj nuk ishte nevojë të bonte kërcënim, sa të bëheshin siç bëhen sot. Edi Rama nuk ka nevojë të kërcënoj Donald Trump, s'ka nevojë fare. Do bëhet çdo doj Donald Trump, kështu kanë bërë atëherë, kështu kanë qenë popujt. Mirë, po do themi ne që pas ka bërë gjoni, siç ka dash sultani, apo do të bonte Skënderbeu apo vëllezërit e Skënderbeu të Hamzai, siç do të porta lart, ne i bëjmë armiq. Kurse po të bëjë Edi Rama, çfarë doj Benjamin Netanyahu apo Trumpi, nuk janë armiq. Pra ne nuk e shohim mirë edhe drejt historinë, se nuk jemi njerëz të kullum, por nuk jemi edhe aq të mpret nga anë intelektuale dhe pra bëjmë gabime. Por ajo që desha të them është se feja që ne kemi sjell, shumica jonë e muslimanëve, është ka qenë një taktik, një strategji, një nevojë, sikur se ka qenë dhe për turqit. Pra, mos e lini fen që të na ndaj neve, nëse lejmë shqiptarët, por mos shkojmë aq shumë as kapistallit fesë, sa që të presim lidhjet që kemi me evropianët, ku përkasim. Sami Gjoka
I përshnet.